Blerja dhe investimi në prona të paluajtshme në Shqipëri kryeson sistemin e pastrimit të parave. Këtë fakt e ka konstatuar edhe prokuroria e posaçme, e cila në raportin e saj vjetor ndër aktivitetet kriminale rendit pastrimin e parave si një vepër penale të përhapur. Siç edhe shihni në faqen 31 të raportit të SPAK, thuhet: format e pastrimit të parave janë investimi në prona të luajtshme dhe të paluajtshme. Tek pronat e paluajtshme, raporti SPAK rendit apartament, ndërtesa, truall, pemishte, njësi shërbimi e të tjerë. Investime këto dhe prona të blera nga grupe kriminale dhe krimi në qytete si Tiranë dhe zona bregdetare, Vlorë, Durrës dhe Lezhë. Përgjatë vitit 2023, pastrimi parave është rrirë thuajse në të gjithë vendin, me përjashtim të qarkut të Dibrës, i cili rezulton se ka 0 procedime penale. Kjo është tabela e cila tregon se 25% e totalit e zë Tirana, Vlora me 20%, Lezhë me 11%, Fieri me 10%, ndjekur më pas nga qytetet e tjera. Femrat apo meshkujt, personat që banojnë në fshat apo në qytet, me arsim apo të pashkoll, përfshihen më së shumti në pastrimin e parave. Këto janë të dhënat e detajuara të cilat i bën publike emisioni Fact Check, marrë zyrtarisht nga Prokuroria e Përgjithshme. Të dhënat sociodemografike të pandehurve për këtë grup veprash penale, si higjinia, mosha, arsimi, gjendja shoqërore, vendbanimi dhe gjendja gjyqësore, paraqiten në mënyrë të detajuar në vijim. Nga numri të pandehurve të rritur mbi 18 vjeç, rezultojnë të pandehur meshkuj 90.91% dhe femra 9.09%. Në lidhje me arsimin e të pandehurve, rezulton se 27.27% e të pandehurve janë me arsim deri në 9 vjeçar, 65.15% me arsim të mesëm dhe 7.58% e të pandehurve me arsim të lartë. Përsa i përket gjendjes shoqërore, nga të dhënat statistikore, rezulton se 18.18% e të pandehurve janë nga sektori privat dhe 81.82% janë të papunë. Rezulton se 71.21% e të pandehurve kanë vendbanimi në qytet, ndërsa 28.79% prej tyre në fshat. Në lidhje me gjendjen gjyqësore të pandehurve, rezulton se 56.06% e të pandehurve janë të padënuar më parë, ndërsa 43.94% prej tyre janë përsëritës për vepra penale të ndryshme.